Teksa muaji maj po shkon drejt fundit, prodhimet bujqësore të fermerëve vendas kanë mbushur tregjet e qytetit të Lushnjës. Domatet, specat, kastravecët, patëllxhanët, bishtajoret, kungujt, por edhe frutat e stinës si qershit, pjeshkët dhe kajsit, tashmë ofrohen me çmime më të ulta krahasuar me një vit më parë. Megjithatë, pavarësisht uljes së çmimeve, shqetësim për tregtarët mbetet fuqia e dobët blerëse e qytetarëve. Shpesh tregu mbetet i mbushur më shumë me tregtar sesa me blerës, ndërsa pensionistët janë ata që frekuentojnë më tepër tregun, duke zgjedhur vetëm produktet më të lira për tryezat e tyre, për shkak të vështirësive ekonomike dhe pensioneve të ulta. Sipas tregtarëve, qytetarët po blejnë më pak se vitet e kaluara dhe orientohen kryesisht tek produktet me çmime minimale. Problematika shtrihet edhe tek fermerët dhe prodhuesit në sera. Ata shprehen se çmimet që marrin nga pikat e grumbullimit janë shumë të ulta dhe nuk arrin të mbulojnë kostot e prodhimit. Rritja e çmimeve të plerave kimik, pesticideve dhe kostove të punës ka rënduar ndjeshëm ekonominë e fermerëve, të cilët shpesh detyrohen të shesin prodhimin nën kosto. Ky mbetet një shqetësim real për të gjithë zinxhirin, nga prodhuesi deri te konsumatori final, ndërsa fermerët kërkojnë më shumë mbështetje dhe politika konkrete për mbrojtjen e prodhimit vendas dhe stabilizimin e tregut bujqësor.